Përshëndetje e miqtë të nderuar të ekranit të televizionit Bojën dhe mirë se takohemi së bashku. Kësaj radhe neve kemi zgjedhur Miss Malsin 2013 për të zhvilluar një bisedë me të, për të mësuar diçka më tepër përveç asaj se çfarë kemi parë për bukurinë e saj të jashtme që e kemi parë në Miss Malsia 2013 që është mbajtur me 23 gusht. Ajo është Irena Dedivanaj. Irena, përshëndetje dhe urime për fitoren e Miss Malsia 2013. Faleminderit. Në fakt, kush është Irena Dedivanaj? Nga vjen dhe sa vjeçë je? Jam 30 jane, lindur në Amerikë, jam 17 vjeç. Tash sa kona ke ardhur në Malsi, sa kohë ke këtu? Tash 5 javë. Tash 5 javë si po kalon në Malsi? Ke kaluar bukur me kushrinat, kushrit, të afërmit të tu? Po, shumë bukur kam kaluar. Kur ke dëgjuar për Miss Malsia, të kanë mbështetur të gjithë të afërmit për të marrë pjesë në këtë eveniment të bukurisë? Po, kur kam marrë tanë më kanë shtyr me marrë pjesën Miss Malsia. Edhe në momentin që ti ke ardhur me datën 23 gusht, në natën që është mbajtur Miss Malsia dhe ke parë të gjitha vajzat që ishin aty, si të janë dukur ato? Tanë vajzat janë kete bukurat. Po kur ke dalur në skenë dhe i gjitha i publik ka duar trokitur, ka qenë një publik i zjarrt, ke patur emocione? Po, pak, por kur kam dalë me ece, kam tje... Duar trokitur, apo jo? Po, prej tanë të popojt, etër si jam... Ke patur më emocione, ja larguar emocione. Tanë. Por çfarë emocionet ke patur ti në momentin që je shpatur Miss Malsia 2013? Ka qenë një kënaqësi e madhe për ty apo jo? Po, jam shumë e gëzuar. Me ke ndarë këtë gëzim? Me të gjitha të afërmit që kanë ardhur për të mbështetur apo jo? Ke patur urime nga ata për çafime apo jo? Po. Irena, ti ke fituar kuroren e Miss Malsis. Ndjehesh krenare për këtë fakt? Po. Je shumë krenare apo po, jo? Jam shumë krenare. Përveç se je Miss Malsia, neve kemi dëgjuar që ti merresh me sport. Me cilin lloj sporti? Futboll. Me futboll, sa kohë ke që merresh me futboll? Tash 10 vjet. Do të thotë ti merresh me futboll profesionist apo jo? Po, është e vërtet. Merresh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por gjithashtu edhe këtu në Maltëzi ke shkuar tek përfaqësuesja e Malit të Zi të kanë pranuar apo jo? Po. Kundra cilit ekip keni luajtur? Maqedoni. Dhe ke dhënë ndonjë gol? Po, 2. Çfarë pozicioni ke në fushë? Je mbrojtëse, mesfushore? Çfarë je? Mesfushore. Mesfushore. Ke ndonjë futbollist që të pëlqen, që ke dëshirë që ti ngjash, që e ke si idol? Cili është futbollisti që të pëlqen më tepër? Lionel Messi. Oh, Lionel Messi të pëlqen më tepër. Në fakt, unë do doja të dija, do vish të luash për përfaqësuesen e Malit të Zi, të kanë ofruar ofertën që të bësh pjesë e kësaj përfaqësuese? Po. Kështu që ndoshta nga Shtetet Bashkuara do vish për të luajtur për përfaqësuesen e Malit të Zi? Po. Bukur, atëherë unë do doja të dija se sa di do qëndrosh këtu, kur do kthehesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Nesër. Nesër do kthehesh. Do të kemi për Miss Shqipëria të përfaqësosh Malsin në Miss Shqipëria? Do kesh mundësi për të shkuar atje? Kisha me da me shkua, por s'muni me i lan shkollën dhe futbolin për aqkjat. Gjatë këtyre 5 javë që ke qëndruar në Malsi, kush është kujdesur për lukun tënd, për paraqitjen tënde, për bukurinë tënde? Përveç se ke një bukurinë natyrore, për të cilën nuk ka nevojë fare për make-upas, për asgjë tjetër, por gjithsesi unë do doja të dija se kush është kujdesur për ty. E falenderoj make-up a Tina. Me çfarë do merresh më tepër në të ardhmen? Me futboll, me modë apo shkolla? Kush është në vend të parë për ty? Shkolla në vend të parë. Dhe në fund do doja të merrja një mesazh nga ju për të gjitha bukuroshet nga Malsia. Do i ftoni që të merrnin pjesë në Miss Malsia? Është kjo një eksperiencë e bukur? Po, Miss Malsia eksperiencë shumë të bukur. Irena, ne të falenderojmë për këtë bisedë që shfituam së bashku dhe të urojmë shumë suksese në të ardhmen. Por një viti do të mbash kuroren e Miss Malsis. Vitin tjetër do na sjellësh përsëri këtë kuror për t'ia dhënë bukuroshes së radhës, apo jo? Po si jo, po. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë. Ishte kjo Irena Dedivanaj, Miss Malsia 2013, vajza e cila për një vit me radhë do të mbajë kuroren e Miss Malsis. Pastaj këtë kurora e do e sjellë vitin tjetër dhe ne këtë kuror padyshim që do ja dhurojmë një bukuroshes tjetër. Të dashur miq, ju falenderojmë të gjithëve për vëmendjen që na kushtuat në këtë intervistë. Bashkë mirë takoshim.